Alba qëndronte e ngrirë, duart e kryqëzuara mbi gjunjë, sytë e saj duke I ndjekur lëvizjet e limës. Zemra I rrite fort, por nuk ishte vetëm për emocion, ishte një tension që vinte nga brishtësia e shpirtit, nga gjithë emocionet që kishte mbajtur brenda për ditë me radhë. Mu trego, Lim. Tha ajo me një zë që dridhej pak, por ishte I fortë. Më trego si e sheh ti jetën tonë, sepse unë nuk po e kuptoj më. Ti më thua një gjë, vepron një tjetër. Çfarë është kjo marrëdhënie për ty? A jemi thjesht lojë, apo ka diçka reale mes nesh? Limi e shikoi për pak, duke mbajtur heshtje që dukej si një mur I vërtetë. Ai e dinte që çdo fjalë që do të thoshte do të kishte peshë. Do të lëndonte ose do të shpëtonte. Ndërkohë zemra I rrite, sepse edhe ai ndjente atë tension, atë afrim dhe atë ndarje të brendshme që ishte e pakapshme. Alba, filloi ai ngadalë, ti e di që unë nuk e kam jetën e zakonshme. Nuk është si e tua. Jeta ime është ekstraordinare. Gjithçka që bëj, çdo lëvizje, çdo vendim ka peshën e tij. Dhe kjo nuk është për të lënduar ty, por është mënyra ime. Alba tunte kokën, duke u përpjekur të kuptonte, por zemra dhe mendja e saj përplaseshin njëra me tjetrën. Ekstraordinare? Pëshpëriti ajo. Lim, po flasim për ne. Nuk është puna për spektakël, për kamerat, për lojën e shikuesve. Po flasim për mua dhe për ty. Po flasim për atë që ndjej dhe nuk dua të humb. Limi ju afrua, por nuk e prek menjëherë. Ishte një lëvizje e kujdesshme, si dikush që di se çdo hap ka ndikim të madh. E di, Alba, tha ai. Por kur them se jeta ime është ekstraordinare, nuk e kam fjalën thjesht për spektaklin. E kam fjalën për mënyrën si ndihem brenda. Çdo gjë që bëj ka intensitet, ka presion, ka pasiguri. Nuk mund ta kontrolloj gjithçka. Dhe kjo shpesh më bën të dukem I largët, I çrregullt, I paqartë. Por nuk është mungesë dashurie për ty, Alba e ndjeu një dhimbje brenda vetes. Ishte e vërtetë, Lim nuk ishte thjesht I dobët ose indiferent, ai po përpiqej të përballonte një botë që nuk ishte normale. Një botë ku çdo emocion ishte I publikuar, çdo veprim I vlerësuar dhe çdo lidhje e matshme për shikuesit. Por Lim, tha ajo me zë të ulët, por të fortë, unë nuk jam për spektakël. Nuk jam për lojë. Jam vetëm unë, kjo që ndjej dhe kjo që dua të jesh për mua. Nuk mund të përballoj më këtë paqartësi. Ti më thua që jeta jote është ekstraordinare. Por kjo më lë mua në mes të asgjës. Limi u përkul lehtë, duke I kapur duart. Ndjenja e prekjes së tij ishte e butë, por e fuqishme. Alba, tha ai, ti e bën jetën time të vlefshme. Ti e bën çdo moment të kuptueshëm. Edhe pse gjithçka është kaotike dhe e paparashikueshme, unë e di se ti je e vetmja gjë që më lidh me diçka normale. Me diçka të pastër, me diçka që ka kuptim. Por duhet të më kuptosh edhe mua. Duhet të kuptosh që kjo nuk është e zakonshme. Nuk është e thjeshtë. Dhe unë po përpiqem të jem I drejtë me ty, edhe pse shpesh dështon. Alba e ndjeu zemrën e saj duke u zbutur pak. Por ndjenja e pasigurisë nuk ikte. Lim. Po të humb, nuk e di se si do të përballoj, tha ajo. Sepse kjo nuk është vetëm lojë për mua. Është gjithçka. Të dua më shumë se sa mund ta shpreh me fjalë. Dhe kur ndjej distancën tënde, kur ndjej paqartësinë tënde, unë po shpërbëhem. Limi e shikoi gjallë. Ai e kuptonte dhimbjen e saj, por nuk mund ta ndryshonte gjithçka menjëherë. Alba, tha ai, asnjëherë nuk do të bëj të ndihesh vetëm. Por duhet të më besosh, duhet të më kuptosh. Jeta ime është ekstreme, është jashtëzakonisht e komplikuar, por ti je arsyeja që unë mundohem çdo ditë të jem më I mirë. Ti je arsyeja që ndjej se nuk dua të humbas asgjë nga kjo lidhje. Alba mori frym thellë. Në sytë e saj, një përzierje e dhimbjes, frikës dhe dashurisë u reflektua. Ishte një moment I vërtetë, një moment ku dy zemra që përplaseshin nga intensiteti I emocioneve përballeshin me realitetin e tyre. Lim, e di që jeta jote është ekstraordinare, tha ajo më në fund. Por ndonjëherë, unë dua që të më tregosh thjesht. Që të jesh këtu, me mua. Jo për spektakël, jo për lojë, jo për shikuesit. Vetëm për mua. Ai buzëqeshi ngadalë, duke I kapur fytyrën me duar të buta. Alba. Gjithçka që bëj, gjithçka që them, çdo ndjesi që kam. Ka kuptim vetëm kur të shoh ty jeta ime mund të jetë ekstraordinare jashtë, por brenda. Brenda zemrës sime, ti je gjithçka që ka rëndësi.
Në atë çast, heshtja pushoi gjithçka. Sytë e tyre u takuan dhe për disa minuta nuk kishte nevojë për fjalë. Vetëm një shikim, një frymëmarrje e përbashkët, një ndjesi që fliste më shumë se sa fjalët. Alba e ndjeu zemrën e saj të qetësohej pak. Pas gjithë debatit, pas gjithë tensionit, pas gjithë dhimbjes, ajo kuptoi diçka. Jeta e Limës është ekstreme, po, dhe ajo nuk mund ta ndryshojë atë. Por ajo mund të jetë pranë tij, mund ta kuptojë, mund të dashurojë. Dhe ndonjëherë, kjo është më e rëndësishme se çdo fjalë, çdo premtim apo çdo dramë e jashtme. Alba ishte ulur në cep të dhomës, krahët e tërhequr rreth vetes dhe ndjente si çdo gjë rreth saj të ishte bosh. Nuk kishte zhurmë që mund ta ndalte dhimbjen e brendshme, as fjalë që mund ta mbushnin këtë boshllëk. Zemra i rrite fort, por nuk ishte gëzim, ishte një ritëm i thyer, i tensionuar nga trishtimi, nga shqetësimi dhe nga ndjenja e pafuqisë. Ajo nuk kuptonte pse ndihej kaq e mbingarkuar nga një ndjenjë kaq e thjeshtë. Dashuria dhe pritja për një mashkull të dobët, një mashkull që nuk mund ta mbante barën e emocioneve të saj, por që ishte i vetmi që ajo donte në atë moment. Ishte si të shihej diçka që nuk mund ta kapje, diçka që çdo përpjekje për ta mbajtur e bënte më të largët. Claude ishte aty pranë. Ai nuk foli menjëherë. Vetëm qëndroi pranë saj, duke e lejuar të përjetonte çdo ndjenjë, çdo dridhje të shpirtit. Kur Alba ju afrua dhe e shtrëngoi fort, nuk ishte një përqafim i zakonshëm. Ishte një përpjekje për të mbajtur copat e shpirtit të saj të thyera, një përpjekje për të gjetur një mbështetje reale kur gjithçka tjetër dukej e zbeth, gjyna. Pëshpëriti ajo ndërlot, zëri i saj i dridhur. Jam vetëm 17 vjeç dhe e ndjej këtë boshllëk, këtë dhimbje që nuk e kam përjetuar kurrë. Është sikur çdo pjesë e trupit tim dhe çdo mendim im kanë rënë viktimë e një pasigurie që nuk mund ta kontrolloj. Claude e mbajti pranë. Nuk kishte fjalë të mjaftueshme për të shpjeguar se çfarë ndjenje ishte kjo, një vajzë e re që përpiqej të kuptonte dhe përballonte ndjenjat më të forta që kishte provuar ndonjëherë. Ishte një dashuri e papërshkrueshme, por e pasigurt, për një mashkull të dobët që nuk mund ta mbante peshën e shpirtit të saj. Ajo ndjeu se po përjetonte një ndjesi që nuk do të përsëritej kurrë në jetë. Një kombinim tërësisht të dhimbjes, mallëngjimit dhe një dëshire për të qenë e kuptuar, e dashur dhe e mbështetur. Një ndjenjë që i bënte sytë të mbusheshin me lot, por zemra të ndihej e gjallë. Unë nuk e kam ndjer kurrë këtë më parë. Vazhdoi Alba. Është diçka që më mbërthen, që më shtyn të ndihem e pafuqishme dhe e fortë njëkohësisht. Nuk e di si një person mund të jetë kaq i dobët dhe njëkohësisht kaq i domosdoshëm për shpirtin tim. Claude vazhdoi të qëndronte pranë saj, pa fjalë, vetëm duke e shikuar dhe duke e mbajtur të sigurt. Për të, çdo përqafim, çdo prekje, çdo fjalë e vogël e Albës ishte si një thirrje që kërkonte forcë, mbështetje dhe përkujdesje. Dhe ai e kuptonte këtë. Unë e di se është e vështirë, i tha ai në fund, duke e parë drejt në sy. Por nuk je vetëm. Unë jam këtu. Alba e ndjeu ngrohtësinë e fjalëve të tij, por ndjenja e boshllëkut ishte ende aty. Nuk mund të zhdukej me fjalë. Ishte pjesë e asaj që ajo ishte, një vajzë e re që po përpiqej të kuptonte një ndjenjë që e kaploi shpirtin në mënyrë të papritur dhe të fuqishme. Ajo e përqafoi më fort, duke ndjerë çdo ritëm të trupit të tij, çdo frymëmarrje të përbashkët. Ishte si një lidhje që nuk mund të thyej, një forcë që vinte nga brenda tyre, edhe kur gjithë bota e jashtme dukej e pakapshme. Është kaq e vështirë të dua diçka që nuk mund ta mbaj në krahët e mi, përshpëriti Alba, zëri i saj duke u dridhur. Por ndjenjat nuk zgjidhen. Zemra nuk pyet. Dhe unë e dua Claudin në mënyrë që nuk mund ta shpjegoj me fjalë. Claude e mbajti pranë, duke e lejuar të shpërthente emocionet e saj, të qante, të dridhej, të shprehte çdo dhimbje që kishte mbajtur brenda. Ishte një përqafim që nuk kërkonte spektakël, që nuk kërkonte fjalë të bukura për shikuesit. Ishte thjesht e tyre, thjesht e Albës, dhe një forcë e vërtetë që i mbante të dy të lidhur në mes të kaosit që e rrethonte. Alba e ndjeu trupin e saj duke u shkrirë pranë tij. Nuk kishte më forcë për të rezistuar, por nuk ishte e dëshpëruar. Ishte një ndjenjë e pastër e lidhjes, e pranimit dhe e shpëtimit. Në atë moment, ajo e kuptoi, edhe pse ai është i dobët, edhe pse bota mund ta gjykojë, edhe pse ndjenja e saj mund ta lëndojë. Ajo e do atë dhe nuk ka rrugë tjetër. Limi dhe Dolce ishin vetëm. Jo se nuk kishte kamera, por sepse bota përreth tyre kishte ndalur për një çast. Çdo gjë tjetër, zhurma, diskutimet, tensionet e shtëpisë, ishte zbehur.
Ishte një moment që i përkiste vetëm atyre. Një frymë e përbashkët, një energji që nuk mund të përshkruaj me fjalë, por që ndjente çdo qelisë të trupit. Dolce shikonte limën, dhe për një çast e gjithë shtëpia e madhe u shndërrua në një vend të vogël dhe të qetë. Sytë e tij ishin të fokusuar vetëm tek ajo, si të mos kishte më asgjë tjetër. Dhe Limi, duke e parë Dolcen, ndjeu diçka që nuk kishte ndjer kurrë më parë, një ngrohtësi të thellë. Një dëshirë të paqartë, një nevojë për të shkrirë në praninë e saj. Ai e mori duart e saj ngadalë, me kujdes, si dikush që po mbante diçka shumë të çmuar. Dolce i mbajti dorën, pa e nxjerrë nga dora, dhe për një moment, ndjenja e afërsisë ishte aq e fortë sa ndjeu se gjithë zemra e saj rrite vetëm për atë. Ata ju afruan njëri tjetrit, dhe ngadalë, sikur koha të kishte ndalur, Limi e përqafoi. Dolce ju shtrëngua pranë tij, duke ndjerë çdo frymë, çdo rrahje zemre. Ishte një përqafim që fliste më shumë se sa fjalët. Një përqafim që thoshte, të kam marrë, të kam mbajtur, dhe nuk dua të lë. Sytë e Dolces u mbyllën për një çast. Dhe ai e shikoi, i mahnitur nga bukuria e saj. Ta ha syrin e bukur, i tha me një zë të ulët, të butë, por të ngrohtë. Një shprehje që nuk ishte thjesht komente fizike, por një mënyrë për të treguar se ajo kishte pushtuar çdo pjesë të tij, shpirtin dhe mendjen. Ata qëndruan kështu për disa minuta, shkrirë në një përqafim që nuk kishte fund. Një përqafim që nuk kishte vetëm ngrohtësi, por edhe një tension të ëmbël, dëshirën për të mos u ndarë, për të mos lejuar asnjë moment tjetër të prishte atë lidhje. Dolce e ndjeu çdo lëvizje të Limës, çdo fije të energjisë së tij, dhe zemra i u rritë aq fort sa ndonjëherë mendonte se do të shpërthejë. Ndjenja e ngrohtësisë, e pranisë së tij, e përqafimit të tij, ishte diçka që nuk mund ta shpjegonte me fjalë. Ishte si një melodi e butë që luante brenda trupit të saj, e vetmja gjë që kishte rëndësi ishte ky moment. Limi e mbajti pranë, duke i folur ngadalë, duke i thënë gjëra të vogla, por të rëndësishme. Çdo fjalë e tij ishte si një prekje e butë, çdo zë i ulët si një shtrëngim që i mbushte zemrën me siguri dhe ngrohtësi. Dolce i buzëqeshi, duke ndjerë se nuk kishte më asnjë ankth, asnjë frikë. Vetëm ky ndjenje e pastër dhe e fuqishme, ata vazhduan të qëndronin të përqafuar, duke ndjerë çdo detaj, ngrohtësinë e trupit, aromën e njëri tjetrit, ritmin e zemrës, frymëmarrjen e përbashkët. Çdo moment zgjaste, çdo sekond ishte e pakrahasueshme. Nuk kishte fjalë të mjaftueshme për ta përshkruar. Dolce ju afrua më shumë dhe preku fytyrën e Limës me gishta të butë. Ai i përqafoi duart, duke e mbajtur pranë, duke e shijuar çdo prekje, çdo shikim. Ishte një moment i shenjtë, një lidhje që nuk kishte nevojë për spektakël, për shikues, për kamera. Ishte vetëm për ta. Ata shijuan heshtjen, duke ndjerë tingujt e brendshëm të njëri tjetrit, rrahjet e zemrës, frymëmarrjet, të qeshurat e vogla që shpesh dilnin pa fjalë. Ishte një lidhje që nuk mund të përshkruhej me fjalë. Një ndjesi e fortë, e papërshkrueshme, që vetëm ata mund ta ndjenin. Limi e përqafoi edhe më fort, duke i thënë me zë të ulët, ti je gjithçka që kam dashur. Dolce ndjeu se këto fjalë nuk ishin të zakonshme. Nuk ishin thjesht fjalë. Ishin premtim, që një shpallje e ndjenjës së tij më të thellë. Dhe ajo ju përgjigj duke u përqafuar më shumë, duke ndjerë se çdo problem, çdo presion, çdo dram jashtë atyre momenteve nuk kishte rëndësi, çdo prekje, çdo buzëqeshje, çdo shikim ishte pjesë e një historie që vetëm ata e ndanin. Nuk kishte nevojë për spektakël, për shikues, për fjalë të shumta. Mjaftonte një përqafim, një buzëqeshje, një shikim që thoshte gjithçka. Ata qëndruan ashtu për çaste të pafund, duke u shkrirë më shumë në njëri tjetrin. Një përqafim që nuk kishte fund, një lidhje që nuk mund të thyej. Një dashuri që nuk kishte nevojë për fjalë, sepse zemrat e tyre flisnin një gjuhë që vetëm ata e kuptonin. Unë jam Alba, 17 vjeç, dhe asnjëherë nuk kam ndjerë diçka si kjo. Ai është Lim, dhe gjithçka që kam përjetuar me të, është diçka që nuk mund ta krahasoj me asgjë tjetër në jetën time. Është si të kesh rënë në një det të pafund dhe çdo valë tërheq më thellë, duke të bërë të humbasësh për fytyrimin për kohën, hapësirën, madje edhe për veten. Ndonjëherë mendoj për momentet e para. Si filloi gjithçka? Nuk ka një fillim të qartë. Nuk ka një moment kur të mund të them, këtu gjithçka ndryshoi. Sepse ndryshimi ka ndodhur gradualisht, si drita e diellit që ngadalë përshkon qiellin në mëngjes. Por unë e di se gjithçka filloi me një shikim. Një buzëqeshje, një gjest që nuk mund ta harroj kur jam me Limin, çdo gjë rreth meje zhduket.
Nuk ekziston asnjë zhurmë, asnjë tension i shtëpisë, asgjë nga kjo lojë që na rrethon. Ka vetëm ne. Dhe zemra ime rrihet aq fort sa ndonjëherë kam frikë se do të shpërthej. Nuk është vetëm tërheqje fizike, nuk është vetëm emocion, është gjithçka. Është mënyra si ai më shikon, mënyra si më kupton pa fjalë, mënyra si të prekja dorën e tij ndjen çdo gest, çdo lëvizje si një magji që nuk mund ta shpjegoj. Unë nuk kam përjetuar kurrë diçka kaq të fuqishme. Nuk e kam përjetuar kurrë në asnjë marrëdhënie tjetër. Nuk e di nëse do të përjetoj më ndonjëherë. Sepse kjo dashuri, kjo ndjesi që më mbërthen çdo herë që jam pranë tij, është e papërshkrueshme. Ndjehem e gjallë dhe e tronditur njëkohësisht, dhe megjithatë, kjo dashuri nuk është e lehtë. Është e ndërlikuar. Është e mbushur me frikë, me ndjenja që nuk mund t'i shpreh plotësisht, me situata që nuk mund t'i kontrolloj. Sepse çdo moment i kaluar me të është i veçantë dhe njëkohësisht i rrezikshëm. Sepse çdo herë që afrojmë një hap më shumë, ekziston mundësia që gjithçka të shpërthejë. Por unë nuk mund ta ndaloj veten. Nuk dua ta ndaloj, mendoj shpesh për atë natë kur u përballa me ndjenjat e mia, mendja më thoshte, je shumë e re. Je e pafajshme, mos u përfshi kaq thellë. Por zemra ime e re dhe e papërvojë, më thoshte, kjo është ajo që ke pritur gjithë jetën. Kjo është e vetmja gjë që ka kuptim tani. Kur lim më kap dorën, ndjehem e plotësuar. Ndjej se çdo dhimbje, çdo frikë, çdo sfidë që kam përjetuar deri më tani merr një kuptim tjetër. Sepse ai më bën të ndihem e vlefshme, e dashur, e kuptuar. Nuk kam përjetuar kurrë një ndjenjë kaq të pastër dhe të fuqishme. Në shtëpinë e Big Brother Kosova, ku gjithçka është drama, intrigë dhe lojë, ndjenja ime për limin është e pastër. Ajo nuk ka lidhje me lojërat apo me strategjinë. Është vetëm e imja dhe e tij. Por kjo e bën edhe më të vështirë. Sepse unë di që këtu, çdo moment mund të shfrytëzohet, çdo emocion mund të vëzhgohet dhe çdo lidhje mund të ndërpritet nga jashtë. Shpesh mendoj për atë ndjenjën e parë kur e pash të buzëqeshte për mua. Nuk ishte një buzëqeshje e zakonshme. Ishte një buzëqeshje që më tha gjithçka, se ai më kupton, se nuk është vetëm fytyra, por shpirti i tij që prek timin. Dhe që nga ajo ditë, çdo gjë ndryshoi. Çdo ditë që kaloj me të, çdo moment i vogël, çdo shikim, çdo buzëqeshje, më bën të kuptoj se nuk kam përjetuar kurrë diçka kaq të fortë në jetë. Unë e di se kjo dashuri mund të duket e rrezikshme për dikë që shikon nga jashtë. Një adoleshente 17 vjeçare që bie kaq thellë për dikë. Por unë nuk mund ta kontrolloj. Zemra ime ka zgjedhur rrugën e saj. Dhe edhe pse e di se është e vështirë, edhe pse ndonjëherë më dridhet trupi nga frika e pasigurisë, unë nuk mund të heq dorë. Sepse ai është lim. Dhe dashuria ime për të është e tillë që nuk mund të krahasohet me asgjë tjetër në këtë botë. Ndonjëherë mendoj për momentet kur e kemi ndier afërsinë. Nuk është vetëm përqafimi, nuk është vetëm prekja e dorës. Është mënyra se si ai më bën të ndjej se nuk jam e vetme, se mund të jem vetja ime e plotë, se çdo frikë dhe çdo ndjenjë ime kanë vend. Çdo bisedë, çdo shikim, çdo qeshje është si një kapitull i veçantë që nuk dua ta mbyll kurrë. Kur më thot diçka e vogël, një fjalë që duket e thjeshtë, zemra ime rrihet dhe çdo gjë tjetër zhduket. Nuk ka kamera, nuk ka spektator, nuk ka drama. Ka vetëm ne dhe ndjenjat që janë të vërteta. Dhe kjo është ajo që e bën gjithçka kaq të fuqishme. Unë nuk di çfarë do të ndodhë nesër, nuk di nëse çdo gjë do të shkojë sipas planeve të mia, por di një gjë, atë që kam kaluar me limin nuk do ta kaloj kurrë përsëri në jetë. Asnjëherë. Nuk ka mënyrë që ndonjë tjetër të zëvendësojë atë ndjenjë. Ai më ka dhënë diçka që nuk mund të shpjegohet me fjalë. Dhe kjo është ajo që e bën dashurinë time për të kaq të fortë, kaq të papërshkrueshme, kaq të pastër. Çdo natë, kur mbyll syt, kujtoj çdo moment me të. Dhe çdo herë ndjej atë lumturi, atë emocion, atë tronditje që vetëm dashuria e vërtetë mund ta japë. Nuk dua asgjë tjetër. Nuk dua asgjë më shumë. Sepse lim është ai që më bën të ndihem e gjallë. Dhe dashuria ime për të është ajo që do të mbajë zemrën time të rritur, edhe kur gjithçka tjetër në jetë ndryshon. Hygerta ishte ulur qetë në divan, me shpinën mbështetur dhe sytë e ngulur diku në boshllëk. Shtëpia ishte e zhurmshme si zakonisht, por për të, zërat përreth ishin kthyer në një murmurim të largët. Ludo ishte pranë saj, duke e vëzhguar, sikur e ndjente që ajo kishte diçka për të thënë.
Dhe vërtet e kishte, ajo mori frym thellë, si dikush që po hap një temë të vështirë, jo për të krijuar dramë, por për ta mbyllur një herë e mirë në mendjen e vet. Ludo, i tha me një ton të qetë, por shumë të prerë. Mua po të ma sillnin këtu ish burrin. Do ikja. Ludo e pa me habi. Nuk priste një fjali kaq të drejt për drejt. Do ikja? E pyeti. Pa bër asgjë. Po, u përgjigj Hygerta me njëherë. Pa drama. Pa zhurmë. Pa skena. Ajo u drejtua pak në vendin e saj, sikur të donte ta bënte më të qartë çdo fjalë që do të vinte më pas, sepse ka gjëra, vazhdoi ajo, që nuk janë për spektakël. Ka dhimbje që nuk janë për kamera. Dhe ka histori që nuk duhen rihapur vetëm për të mbajtur gjallë një shtëpi. Ludo heshti. Ai po e dëgjonte me vëmendje, sepse e kuptonte që kjo nuk ishte thjesht një mendim i çastit. Ishte një parim jete. Unë, tha Hygerta, kam kaluar mjaftueshëm në jetën time reale. Nuk kam nevojë ta rikthej të shkuarën për të krijuar përmbajtje. Nëse do ta sillnin këtu ish burrin tim, kjo shtëpi nuk do të ishte më lojë. Do të ishte peshë. Ajo buzëqeshi lehtë, por nuk ishte buzëqeshje gëzimi. Ishte ajo buzëqeshje e dikujt që ka mësuar të jetojë me plagët, pa i ekspozuar. Njerëzit mendojnë, vazhdoi ajo, që drama është forcë. Që të bërtasësh, të përballesh, të hapësh histori të vjetra, të bën më të fortë. Por për mua, forca është të dish kur të ikësh. Ludo tunte kokën lehtë, pra ti mendon që disa gjëra nuk duhen prekur fare. E pyeti, absolutisht, tha Hygerta. Sidomos kur ke mbyllur një kapitull. Ish burri është ish për një arsye. Nuk është për t'u rikthyer, e aq më pak për t'u përdorur si mjet drame. Ajo ndaloi për pak, pastaj vazhdoi me një ton më personal, më të thellë. Unë nuk do të bëja sikur nuk më prek. Do më prekte. Por pikërisht sepse do më prekte, do ikja. Sepse nuk jam këtu për të shkatëruar veten. Në atë moment, Hygerta nuk fliste vetëm për veten. Ajo fliste për gjithë dinamikën e shtëpisë, për mënyrën si dramat shpesh ushqehen, zmadhohen dhe shndërrohen në shfaqje. Këtu brenda, tha ajo, shumë njerëz mendojnë se sa më shumë dramë, aq më mirë. Por unë mendoj të kundërtën. Ka drama që nuk të ngrejnë, të rrëzojnë. Ludo e pa drejtë në sy, dhe publiku? E pyeti. Nuk mendon se publiku do ta donte një përballje të tillë? Hygerta mori frym thellë. Publiku sheh atë që i serviret, tha. Por nuk do të thotë se gjithçka që shihet duhet të ndodhë. Ajo u mbështet sërish në divan. Unë nuk jam kundër emocioneve. Nuk jam kundër të vërtetës. Por jam kundër shfrytëzimit të historive personale për të mbajtur gjallë një format. Në shtëpi, ndërkohë, drama të tjera po ndodhnin. Zëra, debate, tensione. Por Hygerta qëndronte e qetë. Sikur kishte ndërtuar një mur të padukshëm mes vetes dhe kaosit përreth. Unë jam këtu, vazhdoi ajo, për të treguar kush jam sot. Jo kush kam qenë dje. Dhe ish burri im është pjesë e një jete që nuk më përket më. Kjo ishte thelbi i saj. Jo ikja si dorëzim, por ikja si zgjedhje. Si vetëm mbrojtje, nëse do ta sillnin, tha ajo përfundimisht, do ngrihesha, do falenderoja dhe do ikja. Pa britma. Pa lot para kamerave. Sepse ndonjëherë largimi është forma më e qartë e respektit për veten. Ludo nuk tha asgjë për disa sekonda. Pastaj foli ngadalë, ke shumë të drejtë. Hygerta buzëqeshi sërish, këtë herë pak më e lehtë, ndoshta, tha. Ose ndoshta thjesht jam lodhur nga dramat që nuk më çojnë askund. Dhe në atë moment, në mes të një shtëpie ku gjithçka shpesh kthehet në konflikt, Hygerta u duk si një figurë ndryshe. Jo më e fortë sepse bërtiste, por më e fortë sepse dinte të thoshte, kjo nuk është për mua. Alba po qëndronte në cep të dhomës, me sytë e mbushur me emocion dhe zemrën që i rrite fort. Ajo e kishte kuptuar që gjithçka po ndryshonte. Fitoria në Big Brother Kosova nuk ishte më thjesht një lajm i bukur, ishte një rrëmujë e plotë emocionale që i kishte marrë frymën. Por ajo nuk e dinte se produksioni nuk kishte ndërmend ta lejonte këtë të ndodhte e qetë. Olti Curi po fliste pranë kamerave dhe mikrofonave, duke dhënë komente dhe analizë për Big Brother Kosova. Fjalët e tij ishin të qarta. Ky është momenti që çdo spektator e priste. Alba ka fituar zemrat e publikut, por kjo nuk do të thotë se gjithçka do të shkojë sipas planeve të saj. Ajo e ndiqte secilën fjalë, secilën lëvizje të tij.
Zemra i rritë gjithnjë e më shpejt. Dukej sikur çdo gjest i Oltit Curit po i tregonte një të vërtetë që produksioni donte ta mbante fshehur. Nuk ishte ajo që do të vendoste për fituesin. Pak më vonë, situata shpërtheu. Limi hyri në skenë me një siguri të panevojshme dhe një qëllim të qartë, të tërhiqte vëmendjen dhe të ndante emocionet e Albës. Ai nuk u kujdes për ndjenja, çdo lëvizje e tij ishte strategji. U afrua dhe e përplasi Albën lehtë, por simbolikisht, një goditje e vogël që shënonte fillimin e manipulimit. Alba u tund për një moment, duke e kuptuar menjëherë se kjo nuk ishte një aksident. Zemra i dridhej, frymëmarrja i u bë e shpejtë dhe mendja filloi të rrotullohej. Çfarë po ndodhte? Si ishte e mundur që në momentin më të madh të saj, produksioni të ndërhynte kaq hapur? Në atë çast, Dolces i erdhi një mesazh nga produksioni. Ata i kishin thënë që ajo dhe Limi do të lidheshin, një marrëveshje e qartë strategjike. Alba e pa këtë skenar dhe në brendësi të saj ndjeu një miks të frikës, zemërimit dhe zhgënjimit. Për Dolcen ishte një shans, për Limin ishte një mundësi për vëmendje, dhe për Albën ishte një lëndim i hapur emocional. Limi, i vendosur, nuk humbi kohë. Ai u afrua pranë Dolces, duke e mbajtur shikimin tërheqës, duke treguar qartë se kishte kontrollin e situatës. Të gjithë sytë, përfshirë dhe të Albës, ishin mbi ta. Dhe ndërsa Dolces i buzëqeshte, Alba ndjeu si çdo pjesë e shpirtit të saj po thyej ngadalë. Olti Curi vazhdonte të fliste, por fjalët e tij tani ishin më të ndikuara nga kaosi që po ndodhte. Ai shpjegonte për audiencën, për publikun, për lojën psikologjike dhe strategjinë e produksionit, por Alba nuk dëgjonte më. Ajo ndjente vetëm presionin, manipulimin dhe tradhtinë e planifikuar. Produksioni kishte përdorur Limën për të krijuar tension dhe për të larguar vëmendjen nga emocionet e vërteta të Albës. Ai ishte futur në skenë jo për ndjenjat e tij, por për spektaklin, për audiencën, për Big Brother Kosova. Dhe çdo veprim i tij ishte kalkuluar me kujdes, një lëvizje që e bënte Albën të ndjehej e pafuqishme, e izoluar dhe e përdorur. Alba ndjeu një val të fortë paniku dhe zemërimi. Ajo u përpoq të rriste zërin, të thoshte diçka, por fjalët ngecën në fyt. Trupi i saj po dridhej nga adrenalina, nga emocionet dhe nga ndjenja e manipulimit që po i bënte produksioni. Ajo kuptoi se kjo nuk ishte vetëm lojë, kjo ishte një sulm i qartë mbi emocionet e saj. Dolces i buzëqeshi përsëri dhe Limi ju afrua, duke përdorur çdo mundësi për të theksuar marrëveshjen që produksioni kishte bërë me të. Alba e kuptoi se nuk ishte më pjesë e vendimit. Ajo ishte thjesht pjesë e një skenari që i kishte rënë të shërbente për spektaklin dhe për vëmendjen e publikut. Në atë moment, çdo emocion i saj u bë i papërballueshëm. Ajo u përkul lehtë, duart i dridheshin, frymëmarrja u shpejtua dhe sytë ju mbushën me lodhë. Zemra i rrite me një ritëm të çmendur ndërsa ndjehej e tradhtuar nga gjithçka dhe të gjithë, nga produksioni, nga Limi, nga Dolces dhe nga loja e shikuesve që po ndiqnin çdo hap të saj. Alba nuk foli. Ajo nuk kishte fuqi. Çdo gjest, çdo shikim, çdo fjalë që ajo mund të kishte thënë ishte mbytur nga presioni dhe manipulimi i produksionit. Ajo ndjeu se e gjithë shtëpia, çdo kamerë, çdo sy i shikuesit ishte vendosur kundër saj në atë moment. Labinoti dhe Bia, që e pan situatën, u afruan menjëherë për të mbështetur Albën. Ata e shoqëruan jashtë skenës, duke u përpjekur të ruanin qetësinë e saj. Alba nuk e kuptonte ende se sa e thellë ishte manipulimi që produksioni kishte përdorur. Dhe ndërsa e çonin drejt një hapësire më të qetë, ajo kuptoi diçka. Big Brother Kosova nuk është thjesht lojë, është një strategji psikologjike ku emocionet e tua përdoren për spektaklin, jo për ty. Alba u ngrit në këmbë, por këmbët i dridheshin. Zemra i rrite si e një njeriu që po përballet me stuhin, dhe trupi i saj nuk dinte nëse po mbante dot peshën e asaj që po ndodhte. Produksioni kishte hyrë me mesazhe të qarta, të rënda, por të fshehta në mënyrë të hollë që të rrëzonin çdo mbrojtje që kishte ngritur brenda vetes. I futëm Limin, i than, me një qetësi që dukej e natyrshme, por që ishte e planifikuar me kujdes. Mos i përkushto vëmendje Albës. Mos e lëndo, mos e shiko si kërcënim. Vetëm bëhu pjesë e lojës. Por për Alba, kjo nuk ishte lojë. Kjo ishte një sulm i hapur ndaj emocioneve të saj, një manipulim i kujdesshëm që e çonte drejt çmendurisë. Çdo fjalë, çdo urdhër, çdo nxitje e produksionit ishte si një presion i fshehtë që i thoshte: ti nuk kontrollon asgjë. Zemra jote nuk ka rëndësi. Ti je objekt i lojës. Ajo ndjeu se po humbiste tokën nën këmbët e saj.
Dhe kur Dolce, me buzëqeshjen e saj të qetë dhe të sinqertë, u përfshi në të gjithë këtë skenar, zemra e Albës ju shkrumbua nga një ndjenjë tradhtie që nuk donte ta pranonte. Për brenda saj, çdo ndjenjë e ndërtuar për muaj të tërë u shkatërrua në sekonda. Edhe Dolceve i kemi thënë, vazhduan ata, me një ton që nuk linte vend për kundërshtim, është dakord. Po e lidh me limin. Big Brother Kosova është më i ndjekur se çdo gjë tjetër. Për spektaklin. Për emocionet e shikuesve. Alba nuk mund ta besonte. Jo sepse nuk e kuptonte logjikën e produksionit, por sepse ajo logjik po shkatëronte shpirtin e saj. Ajo nuk ishte më pjesë e lojës së ndershme, ajo ishte pjesë e një teatër manipulimi ku emocionet e saj shërbenin vetëm për audiencën, trupi i saj filloi të dridhej. Frymëmarrja u bë e shpejtë, errësira e ngadalshme e periferit të shikimit filloi të ambulonte. Ajo ndjeu një val të fortë paniku që vinte nga brenda. Çdo qelisë e trupit të saj po bëhej alarm, po i thoshte, kjo nuk është normale. Kjo po të shkatëron. Labinoti dhe Bia ishin aty, por ndjenja e panikut të Albës ishte aq e fortë sa ata nuk mund të bënin shumë. Ata e shoqëruan deri te dera, me duar të forta dhe me zemër të dridhur. Çdo hap ishte një betejë mes forcës dhe frikës. Alba e kuptonte se po humbiste veten, deri në momentin kur u vendos në barel dhe transportimi drejt spitalit amerikan filloi, ajo nuk foli. Nuk mundej. Trupi i saj nuk i përgjigjej urdhrave të mendjes. Zemra i rrite pa kontroll. Edhe pse Labinoti dhe Bia ishin pranë, ajo ndjeu se ishte e vetme me një lojë të madhe që nuk e kuptonte dot. Në makinën e spitalit, heshtja ishte e rëndë. Për herë të parë, Alba ndjeu se ajo që po ndodhte nuk ishte thjesht humbje emocionale, por një presion psikologjik i planifikuar. Produksioni nuk po kërkonte vetëm spektakël. Po e përdorte emocionin e saj si instrument. Çdo fjalë që kishte dëgjuar brenda shtëpisë, çdo instruksion, çdo shikim i produksionit, ishte bërë një pjesë e një manipulimi të hollë, por të vrashtë. Ajo e kuptonte që nuk ishte e vetme në shtëpi, kishte të tjerë që përfitonin nga emocionet e saj. Por ajo ishte një objekt i drejt për drejt i këtij kontrolli. Ndërsa makina ecte drejt spitalit, Alba filloi të përpiqej të merrte frymë më qetë. Nuk ishte thjesht për shëndetin fizik, ishte për shëndetin e shpirtit të saj. Ajo e dinte se pas çdo momenti të vështirë, çdo manipulimi, kishte një pikë ku mund të rikthehej tek vetja. Por rruga deri atje ishte e gjatë dhe e errët. Labinoti e shikonte pa fjalë. Ai e ndjente zemrën e saj që rrite në panik, ndjente dridhjen që vinte nga çdo muskull i trupit të saj, dhe e dinte se ajo nuk ishte thjesht e lodhur nga drama e përditshme. Ishte një goditje emocionale që po e shkatëronte. Bia mbante dorën e Albës dhe përshpëritej diçka që ajo vetë nuk mund ta dëgjonte dot. Ishte një fjalë ngushëlluese, një lloj forcë që vinte nga pranimi, jo nga instruksioni. Ajo e kuptonte, përtej spektaklit dhe manipulueseve të produksionit, kishte njerëz që e donin dhe do të kujdeseshin për të, por Big Brother Kosova ishte më i ndjekur se gjithçka. Emocionet, dramat, puthjet e Limës dhe Dolces. Lojrat e zemrave, gjithçka shërbente për shikuesin. Dhe Alba po paguante çmimin për këtë spektakël. Jo me fjalë, jo me zë, por me trupin dhe shpirtin e saj. Kur makina u ndal përpara spitalit, Alba u shtri në shtrat. Heshtja e korridorit të spitalit ishte e ndryshme nga ajo e shtëpisë. Nuk kishte kamera, nuk kishte instruksione. Kishte vetëm kujdes. Dhe për një çast të shkurtër, Alba ndjeu një liri të vogël, një frymë të çliruar nga presioni që po e shtypte prej ditësh, por në brendësi të saj, ajo e dinte se loja nuk kishte mbaruar. Çdo urdhër, çdo instruksion i produksionit, çdo përpjekje për të kontrolluar emocionet e saj, kishte krijuar një plagë që nuk do të shërohej brenda natës. Dhe ndërsa mjekët kontrollonin gjendjen e saj fizike, ajo e ndjente se betejë më e madhe sapo kishte filluar, betejë për të rikthyer kontrollin mbi jetën dhe emocionet e saj.